Agjërimi ashtu sikur se ishte detyrë për ata që ishin para jush, që ju të bëheni të devotshëm në fe dhe të ruheni nga dënimi i Allahut. Me këtë ajet Allahu i lartësuar ka bërë detyrë muslimanëve agjërimin e muajit Ramazanit. Më përpara, agjërimi i muajit Ramazanit para se të zbrisë ky ajet nuk ishte detyrë. Në fillimin e ardhes në Medinë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka pas agjëruar ditën 10 Muharram dhe i ka pas urdhëruar dhe muslimanët që të agjëronin këtë ditë. Pra agjërimi asaj dite ishte detyrë. Më pas, kur zbriti detyra e agjërimit të muajit Ramazanit, u anullua obligueshmëria e agjërimit të ditës 10 Muharram dhe mbeti pastaj agjërimi asaj dite si një gjë e pëlqyeshme. Kështu që tashmë do të ishte detyrë agjërimi i muajit Ramazanit. Allahu subhanahu wa taala ka treguar që kjo detyrë ka qenë detyrë edhe për popujt e mëparshëm. Kështu që në të gjitha legjislacionet e profetëve, Allahu i lartësuar e ka zbritur këtë detyrë. Është një detyrë për gjithë popujt dhe jo vetëm për ummetin ton. Kjo tregon se agjërimi është në dobi të njerëzve në çdo kohë dhe në çdo vend. Se po të mos ishte i tillë, Allahu i lartësuar nuk do ta kishte bërë obligim për gjithë ummetet. Kjo tregon gjithashtu që muslimanët ndjekin shembullin e popujve të mëparshëm në kryerjen e adhurimit dhe ibadeteve të tjera, pasi adhurimet i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe për ummetet e mëparshëm. Të gjithë njerëzit janë krijuar që të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, ky njoftim që bën Allahu i lartësuar është edhe nxitje për ummetin, që të përsosin agjërimin, duke konkuruar kështu me popujt e mëparshëm që veprat tona të jenë më të mira se sa veprat e tyre. Ne jemi ummeti më i mirë dhe shpresojmë të arrijmë gradat më të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që agjërimi i muajit Ramazanit është farz, është një nga shtyllat e Islamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abdullah ibn Umerit, në cilin ka përmendur 5 shtyllat e Islamit, ka përmendur dhe agjërimin e muajit Ramazanit. Po kështu dhe në hadithin e Xhibrilit, me pajtimin e gjithë muslimanëve, ixhma pra. Agjërimi i muajit Ramazanit është farz dhe lënia e agjërimit është më e rëndë se sa konsumimi i pijeve dese, se sa vjedhja, se sa imoraliteti, këto janë gjëra shumë të rënda. Por lënia e agjërimit, prishja e agjërimit, sikur njeriu një ditë agjërim me prish pa arsye, bën një gjuna më të madh se vjedhja, se imoraliteti. Prandaj duhet të kujdesemi dhe të plotësojmë agjërimin. Madje sikur njeriu të çel para kohe, pa arsye, para perëndimit të diellit pa arsye, me vetdije pa arsye, quhet gjunaqar i madh. Ka dënim shumë të rënd tek Allahu subhanahu wa taala. Ka treguar Ebu Umame radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka rrëfyer, ka dëgjuar profetin të rrëfej një ëndër. Ka thënë bejna ana naimun atani rajulani akhadha bi dab'iyya فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت لا أطيق فقال سنسهله لك. Thot isha në gjumë dhe shoh në ëndër 2 burra. Kuptohet kanë qenë 2 melek të shfaqur në formë njeriu. Dhe vinë ke profeti, e marrin për supesh edhe shkojnë në rrëz të një kodre që ishte shumë e vështirë për të ngjitur. Dhe i thonë ngjitu. Sa profeti nuk mundem. Kuptohet në ëndër, u thot nuk mundem. I tha ne do të ndihmojmë, edhe do mundesh. Edhe thot, unë gjitën majt kodrës. Hatta idha kuntu fi sawa'i al-jabal idha ana bi aswatin shadida. Fa qultu ma hadhihi al-aswat? Fa qalu hadha 'uwa'u ahli an-nar. Thot, në majt kodrës dëgjoj zëra shumë të rëndë. Ulërima, britma, të këqija të rënda shumë. Edhe pyeta ç'janë këto? Ç'janë këto zëra? Më thanë këto janë britmat që lëshojnë banorët e zjarrit, njerëzit që vuajnë dënim në zjarrin e xhehenemit. Në ëndër Allahu i lartësuar ja ka treguar profetit sallallahu alaihi wasallam zjarrin e xhehenemit ose diçka nga dënimi në zjarrin e xhehenemit. Pastaj do të vazhduam rrugën dhe arrim në një vend ku kishte ca njerëz që ishin të varur me këmbët lart, me kokën poshtë. Qala fa idha ana بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء
Faqalu alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Thot, shoh ca njerëz që ishin të varur me këmbët lart me kokën poshtë, ishin të lidhur për dellin e këmbës. Ashtu siç varet bagtia, berri kur ripet. S'ka në gojë se kishin të qarë dhe u rrithte gjak nga skajet e gojës. Një pamje shumë e rëndë, dënim shumë i rëndë për këta njerëz. Dhe pyeta, thot, ç'janë këta njerëz? Më thanë, domethënë dy melekët që e shoqëronin, këta janë ata njerëz të cilët çelin para kohës së iftarit, para perëndimit diellit. Kuptohet që këtë dënim do ta kenë në jetën e varrit, siç kanë shpjeguar dietarët. Hadithi vazhdon, profeti ka parë dënimin e disa kategorive të tjera të gjunahqarëve në jetën e varrit. Këtë hadith e ka sjell Ibn Hibbani, Ibn Khuzaima dhe është hadith i saktë. Ëndrat e profetit dhe janë hak, që kjo ëndër është pjesë e shpalljes. Profeti ka parë dënimin në varr të atyre njerëzve që çelin para kohë. Nëse ky është dënimi i atyre që çelin para kohë, kuptohet pa arsye. Po dënimi i atij që nuk agjiron fare, apo që e prish një ditë agjërimi pa arsye, shumë më i rëndë. Është shumë më i rëndë tek Allahu i lartësuar. Kjo është një nga veprat që sjell dënimin në varr. Allahu na ruaj, dënimi i varrit është hak. E ka përmendur Allahu në Kur'an, e ka përmendur profeti në hadithe, me pajtimin e gjithë parëve të këtij ummeti, dënimi i varrit është hak. Dënohet njeriu shpirtërisht dhe fizikisht, po se si ato e di Allahu subhanahu wa taala. Flasim për njerëzit e këqij, njerëzit gjunahqar, ndërsa njerëzit e mirë do jenë begati dhe mirësi në varr, kështu që si dënimi i varrit edhe begatia dhe mirësia në varr janë hak. Dëshmojmë për to argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe beson ehli suneti. Duhet ruhemi nga dënimi i varrit dhe të bëjmë sebebet që shpëtojmë nga dënimi i varrit, të kryejmë detyrat e fesë, saqë nuk kujdeset për namazin, për shembull falet pa abdes, do dënohet në varr, siç përmendën në hadith saktë profetit. Ai që flet gjumë dhe s'fal namazin farz, do dënohet në varr, siç përmendën në hadith tjetër, në anë tjetër që ka sjellë Buhariu në Sahihun e tij. Do kryejmë farzet, agjërimi muajit Ramazanit, nga ana tjetër ruhemi nga gjunahet, se dhe gjunahet sjellin dënim në varr. Të bëjmë lutje Allahut që të na ruajë nga dënimi i varrit. Profeti sallallahu alaihi wasallam lutej që Allahu të ruante nga dënimi i varrit. Madje na ka urdhëruar që të lutemi Allahut të na ruajë nga dënimi i varrit. Prandaj ka thënë për namazin, për me bë lutje para selamit në namaz, që është kuptimi i hadithit, që Allahu i lartësuar të na ruajë nga katër gjëra. Ista'idhu billahi min arba'in. Lutuni Allahut të ruajë nga katër gjëra. Dhe ne themi lutjen Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. O Allah, të lutem më ruaj nga dënimi i varrit, më ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenemit, më ruaj nga fitnia, nga sprova e jetës dhe sprova pas vdekjes, dhe më ruaj nga sherri i sprovës së Mesihut Dajjal. Kjo është një lutje që bëhet para selamit në namaz, një lutje shumë e rëndësishme. Mos e harrojmë dhe të mos e lëmë pa e bërë këtë lutje në çdo namaz, qoftë farz apo sunet apo nafile. Allahu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin.